Mirë, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, do të ndalemi në këto momente në të tjera zhvillime e do të flasim në fakt për mbrojtjen sociale dhe si e parashikojnë palët politike teksa po afrohemi edhe zgjedhjeve të 11 majit. Referuar të dhënave, mbrojtja sociale për këtë vit 2025 përllogaritet në 248 miliard lekë, 10 miliard më shumë se sa një vit më parë. Mbrojtja sociale është tërësia e mekanizmave të ndihmës kolektive për individët apo familjet për të përballuar financiarisht rreziqe të ndryshme që mund t'i shkaktojnë atyre ulje të burimeve financiare, siç është pleqëria, sëmundjet, invaliditeti apo edhe shkaqe të tjera. Kam kënaqësinë të kem në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë përfaqësues Sokol Muratajn, që është zëvendës president i Bashkimit të Organizatave të Personave me Aftësi të Kufizuara të Shqipërisë dhe Jonit Ferhatin, president i Shoqatës së të Verbërve të Shqipërisë, për të diskutuar mbi mbështetjen financiare që ata marrin aktualisht, por edhe pritshmëritë që kanë nga palët politike. Zoti Murataj, zoti Ferhati, faleminderit që jeni në këtë komunikim. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Së pari, unë dua t'ju pyes, sa është ndjerë për kategoritë që përfaqësoni rritja e buxhetit të mbrojtjes sociale me 10 miliard lekë krahasimisht me vitin 2024. Pra, kategoria që ju përfaqësoni, zoti Murataj, është sot në një nivel trajtimi më të mirë financiar? Shiko, në vite qeveria ka deklaruar rritje graduale të fondeve për shtresat në nevojë. Por, përfshi dhe personat me aftësi të kufizuar. Megjithatë, rritja e buxhetit nuk është gjithnjë e barabartë me përmirësimin real të cilësisë së shërbimeve. Shpesh rritja mund të jetë e kushtëzuar nga detyrimet ligjore, si për shembull indeksimi i pagesave ose nga zhvillime ekonomike, si rritja e çmimeve. Por në praktikë, qasja në praktik mbetet ende e diskutueshme. Fakti nëse këto fonde janë përdorur efektivisht për të ofruar shërbime konkrete dhe cilësore për personat me aftësi të kufizuara. E qartë. Për ta bërë më konkrete edhe me zotin Ferhati ta përfshim në bisedë. Si është sot trajtimi financiar? Sa i mjaftueshëm? Sa i përket fondit, ashtu siç edhe ju e përmendët që në hyrje që buxheti është rritur, por rritje realisht nuk ka. Është për të ardhur keq fakti që sa i përket shërbimeve që në 2014, kur u ndryshua ligji i personave me aftësi të kufizuar, filluan dhe u hartuan ligje me dashje duke vepruar gabim ose thënë ndryshe ligje dhe politika klienteliste. Në këtë aspekt, shërbimet ku me rastin e inaugurimit të qendrës kombëtare të personave të verbër dhe mund të ishte një qendër që mund të shërbente jo vetëm të verbërve, por gjithashtu të kufizuar, por dhe për të verbrit, shërbimet mund të fillonin dhe të ishin në një standard komplet ndryshe, komplet europian, sepse qendra kombëtare e riabilitimit është qendra më e madhe në rajon, e dyta pas qendrës kombëtare të riabilitimit të verbërve në Shqipëri, është ajo e Rumanisë. Qendër e cila është 3000 m2 ajo e Rumanisë, ndërsa qendra që ne kemi në Shqipëri është 6500 m2. Ka rreth 23 klasa. E qartë. Po, por pa diskutim, por unë dua t'ju pyes specifikisht, trajtimi financiar juaj i sot sa përllogaritet dhe është i mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha nevojat që u keni, apo sërish do duhet mbështetja e familjarëve tuaj? Sa i përket kompensimit shqisor apo asistencës personale, sepse dihet një verbër problemin kryesor ka autonominë lëvizje është e pamjaftueshme. Dhe vlen për të theksuar fakti që rritje nuk ka patur më që prej vitit 2009-2010 në vazhdim. Është bërë vetëm indeksimi që në shumicën e rasteve dhe ai indeksim që është bërë nuk është bërë i plot, dhe kjo realisht është një situatë që
nuk përkon me realitetin cilin jetojmë, nuk përkon me nevojat aktuale që të verbrit ka. Nëse këto dy realitetet do përputheshin, shumica e të verbërve rreth 95% e tyre nuk do t'ishin më një barr as për familjen, nuk do t'ishin barr as për shoqërinë, por do t'ishin të integruar sepse dihet që 90% e informacionit merret nga syri dhe në mungesë të këtij informacioni do ishte mundur asistenca, do ishte mundur përdorimi i pajisjeve asistive dhe në këtë aspekt atëherë do të kishim vërtet një shoqëri gjithë përfshirëse dhe të barabartë. Zoti Murataj, sa persona me aftësi të kufizuara janë sot në Shqipëri dhe ju si do ta vlerësoni të trajtimin financiar specifik? Si për këta individ, por edhe në rastet kur do duhet të kenë të afërm apo shoqërues që t'i ndihmojnë në nevojat e tyre? Shiko, para se të them këtë në përgjithësi, për paraplegjikët e tetraplegjikët që unë i përfaqësoj si në rang organizate, shpesh theksohet mungesa e fizioterapisë specializuar, rehabilitimit dhe asistenca 24 orëshe apo lehtësive në transport. Përmendet se ka një punishte për karrocat e invalidëve, por ajo trajtohet si një shërbim klientelist me cilësi jo të standardeve të kërkuara dhe pa diversitet modelesh që mbulojnë nevojat e ndryshme. Çfarë parashikojnë, zoti Murataj, dispozitat ligjore për shërbimet apo për trajtimin specifik që duhet të keni? Keni një pagë apo pension mujor, nga ana tjetër do duhet të pajiseni edhe me mjetet të tilla, pra çfarë parashikojnë dispozitat dhe sa respektohen ato? Shiko, parashikohet, ne kemi edhe në statusin në ligjin 862 që të kemi shërbimet posaçme, siç janë qendrat e rehabilitimit, me fjalë. Por kjo ka ngelur thjesht si një projekt në Ministrinë e Shëndetësisë pa u zbatuar si projekt. Shërbimet lënë për dëshëruar, ndërsa për sa foli edhe Jonidi, se ne afërsisht kemi me pak ndryshime për të njëjtin status për indeksimin e pagesave që ato janë dalur në vitin 2009-2010 dhe është bërë indeksimi i gabuar. Dhe pagesa e kujdestarisë dhe aftësisë kufizuar ka ngelur në pagesa minimale të pa indeksuara. Po ndërkohë, nëse bëni edhe një krahasim me vendet e tjera fqinje, a kanë personat me aftësi të kufizuar atje një trajtim ndryshe? Shiko, patjetër. Marrim konkretisht shembuj të tillë, absolutisht që diferencat janë shumë të mëdha, por dhe trajtimi në shërbime absolutisht që është shumë larg. Nëse do t'i referohemi rastit të Italisë, pa shkuar në vende akoma dhe më mirë trajtuese, në rastin e të verbërve dhe po ashtu dhe në rastin e paraplegjikëve, tetraplegjikëve jep një mbështetje shumë më të madhe, e përkthyer në shifra por në shifra duke u përshtatur vendit dhe për t'u përshtatur vendit duke qenë që ne një minimum jetik nuk e kemi. Në të dyja rastet i referohemi pagave minimale, duke ju referuar pagës minimale në Itali dhe duke ju referuar pagës minimale këtu, në rastin e shoqëruesve ose asistencës personale, ndihmësit personal me termat e ri që i kanë përfshirë në ligjet e pseudo-reforma, në Shqipëri marrin rreth 3 herë ose 4 herë më pak se paga minimale në varësi të klasifikimit. Ndërsa në Itali për asistencën personale marrin një pagesë të barabartë edhe shpeshherë mbi rrogën ose pagën minimale të quajtur. Pra, në Shqipëri duke qenë se paga minimale është 40.000 lekë, mesatarisht trajtimi financiar juaj i shkon në rreth 15.000 apo diçka më shumë? Diçka më pak, rreth 14.000, trajtimi financiar për asistencën personale.
E qartë. Ndërkohë, po ja afrohemi zgjedhjeve të 11 majit. A e shihni kategorinë që ju përfaqësoni, mund të më përgjigjeni të dy, zoti Murataj edhe zoti Ferhati, a e shihni të përfaqësuar në programet politike të palëve kryesore, qoftë socialistëve, qoftë demokratëve? Realisht, sa i përket zgjedhjeve të 11 majit, ashtu siç u përmendët, jemi thuajse në prag. Partitë kanë filluar t'i prezantojnë programet e tyre. Ajo që mund të them me bindje është fakti që duke qenë se ne jemi një grup interesi i gjerë, një organizat me antarësi sa i përket verburve, por e njohur dhe ligjërisht bazuar tek ligji 8098, konkretisht është statusi i verbrit, jemi partner publik me qeveri, me shtetin, dhe në këtë aspekt nuk është se na është ofruar dikush për një program të caktuar, por sa i përket nga ana tjetër ne qeverinë aktuale që flasim, nuk është se kemi gjetur deri më tani mbështetjen dhe për të ardhur keq, domethënë duhet bëj thirrje nëpërmjet emisionit tuaj me gjumëlla dhe raste dhe mundësia. Fakti që ne në thonjza jemi keq trajtuar, nëse më përpara kishim shërbime të cilat i ofronin me shumë vështirësi, që nga 2016 a këtej ku është bërë dhe ligji për shërbimet, ligji 121/2016, ne nuk kemi konkretisht asnjë shërbim të specializuar ose shërbime të posaçme që janë për të verbrit. Në këto shërbime bëhet fjalë për shërbimet e orientimit dhe mobilitetit, bëhet fjalë për shërbimet të aksesit në informacion, bëhet fjalë për trajnime dhe kurse të ndryshme në mënyrë të tillë që të verbri jenë pavarur. Dhe ajo që është për të ardhur keq sot është nëse dikush për fat keq të tij humb shikimin në një moshë të madhe, ka të pamundur të mësoj të shkruaj dhe të lexoj në braille sepse nuk ka më kurse të tilla. Jemi munduar shpeshherë, kemi qenë në kontakt me ministrinë dhe nuk gjejmë një përgjigje, vetëm marrim faktin që thonë ne shërbime ofrojmë. Fakti që ofrojnë shërbime nuk do të thotë që shërbimet e posaçme dhe të specializuara duhet të jenë në harres, sepse është një cënim standard. Nuk mund të jeni të privuar nga pjesa tjetër e popullsisë për shkak të një problemi që ka ndodhur të keni ju, por ndoshta edhe ata që përfaqëson zoti Murataj. Zoti Murataj, po ju e shihni, e kanë në vëmendje palët politike këtë kategori, personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri? Shiko, nuk kanë programe. Fatkeqësisht nuk kanë programe, por ne kemi ndjekur një praktik, të paktën në zgjedhjet e fundit, me opozitën e bashkuar, ne përpiluam dhe bëm një marrëveshje bashkëpunimi, ku i vendosëm të gjitha problematikat, sepse ajo na ofroi, tha, hajde do bëjmë një marrëveshje dhe ne bëm një marrëveshje. Por nga qeveria nuk kemi një ofertë të tillë, që të flasim me ne dhe ne të japim programet ashtu siç duhet. Po në momentin që diskutohet dhe miratohet buxheti në fund të një viti për vitin pasardhës, a jeni bërë pjesë e diskutimeve, a keni dhënë ju plane, pika konkrete propozimi se çfarë mund të ndryshojë për mirë për kategoritë që përfaqësoni? Shiko, hera e fundit që unë kam qenë në Kuvend, ka qenë vitit 2019 për amendimet për projekt buxhetin 2020, nëse më kujtohet, dhe që atëherë nuk na kanë thirrur më në parlament, në Kuvend, për të shfaqur amendimet tona për buxhetin e vitit që vjen, çdo viti që vjen. E qartë. Dhe kemi një problem të madh, sepse qeveria nuk i merr mendimet tona, mendimet e Këshillit e Bashkimit Kombëtar të Aftësisë Kufizuar, që ne të dalim si tërësi e aftësisë kufizuar për problematikat tona. Dhe ky është një problem i madh, sepse na kanë përjashtuar nga vendimarrja. Organizatat për personat me aftësi të kufizuar i kanë përjashtuar nga vendimarrja. Nisur nga dispozitat ligjore, duhet pra kanë detyrimin si institucionet publike, ashtu edhe si përmarrja private për të punësuar edhe persona me aftësi të kufizuara. Sa respektohet, zoti Ferhati?
Më falë se nuk e dëgjova saktë. Ligji parashikon që si institucionet publike, ashtu edhe në raport me punonjësit e tyre, ashtu edhe si përmarrja private ka detyrimin të punësoj persona me aftësitë kufizuara. Sa respektohet dhe për komunitetin që u përfaqësoni, sa përqind janë sot në punë? Sa i përket punësimit, absolutisht që mbetet një plag goxha e madhe, goxha e vështirë dhe nuk është se gjen respektim shpesh herë shumë nga qofshin këto biznese private, por edhe vetë institucionet shtetërore nuk bëjnë punësimin e personave me aftësi kufizuar, qofshin këta të verbër ose me një tjetër aftësi kufizuar sipas ligjit. Dhe pse ligji psoi një regres para 3 apo 4 vitesh, në këtë aspekt sërish nuk është se ka gjetur zbatim. Thjesht ata preferojnë të paguajnë atë ta shtuquajtur në gjob të vogël që është një pagë dhe nuk është se ka gjetur zbatim për punësimin e personave me aftësi qartë. kufizuar. Një çështje e trajtuar shpesh në fakt edhe nga komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Zoti Murataj, në 11 maj do të shkojmë në zgjedhje. Sa akses kanë personat me aftësitë kufizuara që ju përfaqësoni sot në këtë bisedë për të hedhur votën pikërisht në 11 maj, pra për të aksesuar fizikisht? Sinqerisht, ne nuk kemi në një bashkëpunim, me nuk la tharasin që të na marrin ato amendimet se si do bëhet kjo. Unë se shumica e personave, shumë persona nuk dalin dot nga shtëpia për shkak të rampave që mungojnë edhe në shtëpiat e tyre se banojnë ka 2-3 s'kan ashensor dhe duan një mbështetje për transportin, për t'i çuar të votojnë. Ose përkundër, ligji e ka që duhet të votojnë nga shtëpia, të merret vota nga shtëpia, nuk e di si mund të bëjnë. Pra është çështje e pazgjidhur. Është një çështje e pazgjidhur. Është një çështje e pazgjidhur. Zoti Murataj, po. Por do futet diskriminimi që i bëhet kësaj kategorie. Ne ndihemi të diskriminuar. Dhe shumë familje, shumë persona me aftësi të kufizuar dhe familjarët e tyre raportojnë diskriminim të vazhdueshëm, veçanërisht në punësim, arsimim dhe mungesë të infrastrukturës të përshtatur. Akses në ndërtesa publike, trotuare, transport, diskriminimi, shfaqet dhe në mungesën e konsultime me vetë grupet e interesit, kur hartohen politika apo projekt ligje që i përket drejt për drejt problemeve kryesore, si influenca e pagesave dhe mbështetjes sociale në krahasim me kosto reale të jetesës dhe trajtimit mjekësor rehabilitues. Zoti Murataj, zoti Ferhati, unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë bisedë, duke shpresuar në fakt që kjo të shërbejë edhe si një nxitje për palët politike edhe në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit për të pasur në vëmendje dhe për të përfaqësuar, pra për të gjetur dhe ju veten në programet e tyre politike, pse jo edhe qeverisë pas 11 majit. Ju falenderoj edhe një herë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.